Kapitulli 18. Pas këtyre gjërave, Pali u nis nga Athina e shkoi në Korint. Atje gjeti një jude me emrin Akuil, i lindur në Pont, që kishte ardhur kohët e fundit nga Italia me gruan e vet Priskilën, sepse perandori Klaud u kishte dhënë urdhër të gjithë judenjve të largoheshin nga Roma. Pali shkoi për t'i takuar dhe me që kishin të njëjtën mjeshtëri, ai ndenjë dhe punoi bashkë me ta. Mjeshtëria e tyre ishte bërja e tendave. Çdo të shtunë Pali fliste në sinagogë dhe përpiqej të binte judenjtë dhe grekët. Kur erdhën Sila e Timoteu nga Maqedonia, Pali po predikonte fjalën e Perëndis, duke u dëshmuar judenjve se Jezui është Krishti. Por ata e kundërshtuan dhe e fyen. Atëherë Pali shkundi pluhurin e rrobave si shenjë kundër tyre dhe u tha: Për humbjen tuaj jeni vetë fajtor. Unë nuk kam faj, dhe që tani e tutje do të shkoj të predikoj kombeve pagane. Pali doli nga sinagoga dhe shkoi në shtëpinë e një njeriu me emrin Tit Justi, një i kthyer në besimin jude që e kishte shtëpinë afër sinagogës. Krispi, kreu i sinagogës, besoi në Zotin bashkë me të gjithë ata të shtëpisë së vet. Edhe shumë Korintas që dëgjuan Palin, besuan dhe u pagzuan. Një natë Zoti i tha Palit në vegim: Mos ki frikë, por fole mos hesht, se unë jam me ty, dhe askush nuk do të ngrej dorë kundër teje për të bërë keq. Shumë nga ata që jetojnë në këtë qytet më përkasin mua. Pali ndenjë aty 1 vit e 6 muaj dhe u mësonte atyre fjalën e Perëndisë. Në kohën kur Galioni ishte përkonsull i Akais, judenjtë u bashkuan kundër Palit, e quan para gjykatësit dhe thanë: Ky njeri po kërkon t'i bind njerëzit të adhurojnë Perëndin në kundërshtim me ligjin e Mojsiut. Sapo Pali deshi të fliste, Galioni u tha judenjve: Po të bëhe fjalë për ndonjë krim apo faj të rënd o judenj, do të kishe arsye për të pranuar ankesën tuaj. Por me që bëhet fjalë për diskutime lidhur me emra dhe me ligjin tuaj, shikojini vetë këtë punë. Unë nuk dua të bëhem gjykatës për këto gjëra. Pastaj i largoi nga gjykata. Atëherë të gjithë kapën Sostenin, kreun e sinagogës, dhe e rrahën para gjykatës, ndërsa Galioni nuk donte t'ia dinte fare për këto gjëra. Pali, pas ndenjë për një farë kohë në atë vend, u përshëndet me vëllezërit besimtar dhe lundroi për në Siri bashkë me Priskilën e Akuilin. Në Kenkrea ai preu flokët, sepse kishte bërë një betim. Kur arritën në Efes, i la ata aty, ndërsa vetë hyri në sinagogë dhe diskutoi me judenjtë. Ata i kërkuan që të rrinte më gjatë, por Pali nuk pranoi. Megjithatë, kur po ndai prej tyre, u tha: Në dashë të Perëndia do të kthehem përsëri te ju. Pastaj u largua nga Efesi me anije. Kur arriti në Cezare, shkoi në Jeruzalem, përshëndeti kishën dhe pastaj shkoi në Antioki. Ndenjë aty për një farë kohe dhe u nisi shkoi nga një vend në tjetrin nëpër krahinën e Galatisë e të Frigjisë, duke u dhënë zemër të gjithë dishepujve. Në Efes kishte ardhur një jude me emrin Apol, i lindur në Aleksandri. Ai ishte gojtar i mirë dhe i njihte mirë shkrimet e shenjta. Kishte mësuar për udhën e Zotit dhe me zell në shpirt predikonte dhe i mësonte njerëzit me përpikmëri për Jezuin, por njihte vetëm pagëzimin e gjonit. Ai filloi të fliste hapur në sinagogë, por kur Priskila dhe Akuili e dëgjuan, e morën me njanë dhe ja shtjelluan më sakt udhën e Perëndisë. Me që dëshironte të shkonte në Akai, besimtarët i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta pranonin. Kur arriti atje, ai ndihmoi me anë të hirit që i kishte dhënë Perëndia të gjithë ata që kishin besuar, sepse i kundërshtonte me forcë judenjt dhe u provonte hapur përmes shkrimeve të shenjta se Jezui është Krishti.